Kryeministri Edi Rama është takuar në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Rutte shpreh se Shqipëria është një aleat i fortë i NATO-s dhe se brenda këtij viti do të arrijë të plotësojë angazhimin për shpenzimet në mbrojtje deri në 2% të PBB-s. Po ashtu përmendi dhe faktin se Shqipëria po zhvillon bazën industriale të mbrojtjes që për Rutte është shumë i rëndësishëm në këtë moment. Ai tha Ramës se Shqipëria po ndihmon shumë edhe në luftën në Ukrainë. Është një ndër i vërtet që të kem mikun tim të ngushtë Edi Rama, kryeministrin e Shqipërisë që na viziton. Shqipëria është një aleate e palëkundur. Shqipëria do të mbërrijë 2% në shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe përmes ndërmarrjeve të veta shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale në mbar NATO-n. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën, për shembull, përmes komandës tonë në Wiesbaden, ku kemi një mision shqiptar. Por po kështu përmes trajnimit gjyqësor, për partnerët në luftime, për teknikët, kështu që po bëni shumë kur vjen fjala për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë, ju po merrni pjesë në forcat atlantike në Letoni, në Bullgari, jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it, kështu që vërtet po bëni shumë më tepër për temat si tuaj. Në fakt ju jeni shumë i gjatë. Megjithatë, Shqipëria nuk është aleati më i madh ynë dhe Shqipëria po bën shumë. Dua të falenderoj shumë që jeni aleat kaq i patundur. Ju e dini që NATO-ja mund të mbështetet tek Shqipëria dhe ju e dini që gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet tek NATO-ja. Ndërkohë kryeministri Edi Rama u shpreh se ka gjithmonë diçka për të mësuar prej NATO-s. Rama tha se vendi ynë do të bashkëpunojë me aleancën për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Është afërmendës që është për herë kënaqësi, jo vetëm fal miqësisë sonë të gjatë, por edhe për shkak të një fakti të thjeshtë që ka gjithmonë diçka për të mësuar prej jush. Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që ju thatë dhe më shumë. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me të cilat mund të qasemi në programin SAFE të Bashkimit Evropian, i cili sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit të vendeve të BE-s dhe mund të jetë i dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Europë. Kështu që faleminderit për mikpritjen tuaj gjithmonë të hishme dhe besoj që jeni njësh. Se keni gjithmonë energji në mëngjes dhe jemi këtu që të bëjmë më të mirën për gjithçka. Kryeministri Rama ndodhet që prej ditës së martë në Bruksel në kuadër të konferencës së 6 ndërqeveritare, ku hapën edhe 4 kapituj të tjerë në procesin e antarësimit të Shqipërisë.